Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Prej Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu transmetohet se i ka thënë pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam: O Rasulullah, o i dërguari i Allahut, më tregoj një punë që do të më shpije në xhenet dhe do të më largoj nga zjarri i xhehenamit. Pejgamberi on Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: Ki pyetur për një çështje të madhe, edhe pse ajo është e lehtë për atë të cilit ja lehtëson Allahu azza wa jall. Adhuroje Allahun dhe mos i shoqëro asgjë. Krye namazin, ndaje zeqatin, agjeroje Ramazanin dhe vizitoje Qaben. Pastaj, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit: A dëshiron të udhëzoj drejt dyerve të mirësisë, drejt veprave vullnetare? Agjerimi është mburoj, sadakaja i fshin gjunahet sikur që uji e fik zjarrin, edhe namazi i njeriut në thellësitë e natës gjithashtu i fshin gjunahet dhe është nga dyert e mirësisë. Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lexoi ajetet e surës Sejdë, ajetet 16 dhe 17 nga kjo sure, ku Allahu azza wa jall urdhron dhe thot: Ata që ngrihen nga shtrati i luten Zotit të tyre me frikë dhe shpresë dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Askush nuk e di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pas leximit të këtyre ajeteve kuranore, i tha Muadh ibn Jabalit: A dëshiron të tregoj kreun e fesë, shtyllën dhe kulminacionin e fesë? Po atjetër, o i dërguari i Allahut, u përgjigj Muadhi. Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: Kreu i fesë është Islami, është tauhidi, shtylla e saj është namazi, ndërsa kulminacioni i saj është gjihadi. Edhe një herë tjetër, profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Muadhit duke i thënë: A dëshiron të tregoj mbi thelbin e gjithë kësaj? Po atjetër, o i dërguari i Allahut, u përgjigj Muadh ibn Jabali. Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kapi gjuhën e tij dhe tha: Kontrolloje gjuhën, ruaje gjuhën. O pejgamber i Allahut, a thua edhe për çfarë flasim do të jemi përgjegjës? Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: Mos të pas nana, o Muadh. A thua i hedh njerëzit në zjarr diçka tjetër më shumë se sa e folura e tyre, se sa e korrura e gjuhëve të tyre? Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përcjellura nga ky fragment i jetës së pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga ky hadith profetik. Themi se sahabët shërbejnë si një shembull i mirë për të gjithë ne në mësimin e fesë. Është frymëzuese interesimi për të pyetur për çështjet themelore të fesë, për të arritur tek qëllimi i shpalljes së normave fetare. Dhe ky qëllim është fitimi i mëshirës së Allahut azza wa jall dhe shpëtimi nga ndëshkimi i tij. Në një rast, profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti sahabiun, shokun e tij, dhe i tha: Çfarë lutesh dhe çfarë kërkon në namazin tënd? Sahabiu i tregoi se pas këndimit të at-tahiyyatus lutem dhe tha: O Allah, unë kërkoj prej teje xhenetin dhe gjithashtu kërkoj mbrojtjen tënde nga zjarri i xhehenamit. Pra një dua e thjesht, e formuluar thjesht.
sahabiu u arsyetua për lutjen e tij të thjeshtë duke thënë: "Unë nuk i di për shpëritjet tuaja, o i dërguari i Allahut. Unë nuk i di lutjet tuaja dhe as lutjet e Muadhit, imamit të fisit tim." Atëherë profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha: "Edhe ne rreth të njëjtit bosht sidhemi, edhe ne për të njëjtin qëllim lutemi." Pra, edhe pse formulimet e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam mund të qenë ndryshe nga formulimet e lutjes së këtij sahabiut, qëllimi i lutjeve ka qenë kërkimi i xhenetit Allahut subhanahu wa taala dhe mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Allahu azza wa jall me urtësinë e tij dhe mëshirën e tij i ka bërë veprat e mira shkak për të fituar gradat e larta në xhenet. Çdo që përpiqet me sinqeritet dhe lodhet në përmbushjen e virtyteve, Allahu azza wa jall e ndihmon dhe ja lehtëson atij synimin. Hadithi jon trajton një çështje të madhe, por në një formë shumë të përmbledhur. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregon metodologjinë e mësimit të fesë. Fillohet nga themeli për të arritur tek degët. Fillohet nga parsorja për tek dytësorja. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka prezantuar farzet në fillim, pastaj ka vazhduar me veprat vullnetare, pastaj ka orientuar drejt parimeve esenciale dhe koncize, dhe në fund i ka treguar Muadhit recetën për ta ruajtur veten dhe fetarinë e tij, duke e porositur: "Kontrolloj fjalët tuaja, ruaje gjuhën tënde." Tek farzet, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka filluar me shahadetin ose tauhidin, ndërsa tek nafilet ka filluar me agjerimin. Ka dallim ndërmjet farzeve dhe nafileve. Farzet realizohen haptazi për të ringjallur frymën fetare, gjithashtu edhe për të motivuar shoqërinë t'i bindet Allahut subhanahu wa taala. Ço nërmend manifestimin e shahadetit për dikë që pranon Islamin, ose kujto ezanin dhe namazin me xhamat, kujto atmosferën e agjerimit në Ramazan, apo zhvillimin e haxhit në mjedisin e Mekkes, të Arafatit, të Minas dhe të Muzdelifes. Ndërsa nafilet bëhen për të edukuar dhe për të pastruar veten, janë çështje më private dhe me frymen e përgjegjësisë individuale. Ço nërmend namazin e natës, ku shumica e njerëzve janë duke fjetur, ose sill nërmend sadakan fshehtas, aq sa dora e majt nuk e din se sa ka dhënë dora e djathtë. Por mbi të gjitha kujto sekretin e agjerimit për të cilin Allahu azza wa jall urdhron dhe thot: "Çdo vepër që bën njeriu është për vetë atë, përveç agjerimit i cili është për mua dhe vetëm unë jap shpërblim për të." Adhurimi i Allahut subhanahu wa taala është qëllimi i krijimit dhe qëllimi i dërgimit të pejgamberëve. Me të drejtë mund të pyesim se çfarë do të thotë fjala adhurim. Adhurim do të thotë veprim i vullnetshëm me qëllim të pastërt për t'ju afruar Allahut azza wa jall si zbatim i urdhrave të fesë. Ose mund ta përkufizojmë ndryshe dhe themi se adhurim është respektimi i porosive fetare në përditshmërinë tonë. Një pikë tjetër apo një mesazh tjetër që përcjell hadithi jon është fakti se sa vlen kafsha pa kokë, sa vlen një kafsh e cila është e ngordhur dhe është pa jetë, aq vlen edhe jeta pa tauhid dhe pa besim. Tauhidi është busull e pagabueshme dhe drejtuese. Sa qëndron tenda pa shtyll, aq qëndron edhe Islami pa namaz. Shtyllat kryesore të fesë janë shahadeti, namazi, zakati, agjerimi dhe haxhi. Ndërsa veprat vullnetare janë hyrje përgatitore për tek farzet. Gjithashtu janë plotësuese e mangësive të farzeve.
kush i braktis nafilet, kush i braktis sunnetet, rrezikon të privohet nga vazhdimësia e farzeve. Vlera e namazit të natës dhe sadakas vullnetare qëndron në shpëtimin nga barra e gjunaheve, ndërsa vlera e agjerimit fakultativ, agjerimit vullnetar, qëndron në mbrojtjen nga zjarri i xhehenemit, gjithashtu edhe në mbrojtjen nga gjunahet. Gjithashtu Islami synon të kultivojë tek besimtari ndjenjen e përmirësimit të fajit, të korrigjimit të gabimit dhe të kërkimit llogari vetvetes për gjunahet e bëra nëpërmjet veprave të mira. Allahu Azza wa Jall i ka bërë veprat e mira shlyerje, shkak dhe sebeb për shlyerjen e tmetave tona. Në këtë hadith përmendet se pika më e lartë e fesë është gjihadi, sepse gjihadi është në shërbim të lartësimit të fjalës të Allahut Azza wa Jall, në ndihmë të mbrojtjes dhe të përhapjes së kësaj fjale. Dietarët, duke u bazuar në tekstet fetare, e kanë klasifikuar gjihadin në disa kategori. Prej tyre, gjihadi i nefsit, gjihadi i nefsit, gjihadi i egus. Tjetër, gjihadi i armikut. Tjetër, respektimi ndaj prindrit është një lloj gjihadit. Edhe haxhi, realizimi i ritualit të haxhit është një lloj gjihadit. Edhe thënia e të drejtës dhe të vërtetës në prezencë të sondimtarit është një lloj gjihadi, por edhe kërkimi i ditorisë së dobishme është gjihad. Pra përpjekja për të argumentuar dhe për të mbrojtur të vërtetat islame, për të hedhur poshtë dyshimet dhe kundërshtit e të vërtetës, si dhe përpjekja për t'u mësuar njerëzve çështjet e fesë, është gjihad. Injorimi i kësaj pike kulminante të fesë ka sjell pasoja në ummetin tonë dhe akoma vazhdon. Për ne si besimtar musliman, boja e shkrimit të dietarit dhe gjaku i shahidit, falja dhe drejtësia, besimi dhe puna e mirë ishin dhe duhet të jenë nocionet të pandashme. Vetëm me njërin anë të këtij binomit nuk arrihet suksesi në dynja dhe as në ahiret. Kujdes. Kujdes nga ato kakarisjet emocionale të papeshuara me kandarin e dijes dhe të urtësisë. Gjithashtu kujdes edhe nga mendësia e poshtërimit dhe nga mentaliteti i të qenit rob i propagandave mashtruese. Gjihadi duhet kuptohet me vetë natyren dhe frymen e Islamit nga jeta e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga mësimet e Kur'anit. Çdo interpretim tjetër i gjihadit jashtë frymës së jetës së pejgamberit dhe jashtë mësimeve të Kur'anit është propagandë mashtruese. Si thelbin e fetarisë, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar përpjekjen e muslimanit për të kontrolluar fjalen e tij, për të kontrolluar gjuhën e tij. Ai i cili nuk e ruan gjuhën e tij e ka të vështirë të ruaj edhe fenë e tij. Nga gjuha buron mosbesimi, sharja, përtallja, gënjeshtra, përgojimi, mashtrimi e plot gjunahet e tjera. Të gjithë këto vese janë shkak për të fituar zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në nështrimi i gjuhës dhe i nefsit është më i rëndësishëm se sa në nështrimi i armikut. Nëse do të arrijmë ta mposhtim dhe ta zotrojmë nefsin, do të arrijmë ta mbizotrojmë edhe armikun. Ndërsa nëse thyhemi para nefsit ton, do të thyhemi edhe më lehtë para armikut. Dëgjues i nderuar, shprehja e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ruaje gjuhën, do të thotë edhe mati fjalët, por do të thotë edhe fol pak. Të folurit e shumt nuk vjen nga thellësia e mendimit, por nga aftësia e të qenurit llafazanëria e ignorancës. Ata që flasin shumë e kanë zemrën smur. Heshtja
është shenjë mençurie dhe pjekurie, por gjithashtu është edhe shenjë respekti dhe disipline. Heshtja e vetëdijshme ka më shumë efekt se sa artikulime pa kuptim dhe shumë fjalë pa ide. Hapi më adekuat për mbarvajtjen e marrëdhënieve shoqërore është fjala e matur. Parimi i besimtarit musliman është fol mirë ose hesht. Mund ta formulojmë ndryshe: fol mirë që të fitosh, hesht që të shpëtosh, përndryshe do e pësosh. Në këtë hadith, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por normalisht jo vetëm në këtë hadith, por në shumë hadithe, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam është argumentuar me fragmente kuranore. Ky model ligjërimi u shërben si shembull për të ndjekur hoxhallarëve dhe thirrësve që angazhohen me hutbe, me ligjërata dhe seminare. Kjo sepse një fjalim i hoqës i pa shoqëruar me ajete kuranore apo hadithe profetike i ngjan gjellës pa krip. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.